Unë jam Ramadan Shori, jam një burr, një babë, i cili po munduam me ndërtu një jetë normale. E kam bashkëshorten, cila më ka mbështetur gjithë hapë jetës. Dhe 3 fëmijë, cilët janë drita syve. Dhe janë gjithçka për mua. Thonë se dua që njerëz të më shohin si një njeri që kam kaluar për shumë gjëra. Jam mundu shumë. Unë nuk jam si kurrë. Unë nuk dua njerëz të më shohin me keqardhje për dhunën që kam përjetuar. Dua që të më shohin me respekt. Si një njeri që ka luftuar shumë për me mbjetu. Si një njeri që shumë herë jam rëdzu, po prapë jam ngritur. Unë jam se të ju se e kam harru ato që kam mbjetu. Po jam të sed për dhe mos metem rëdbi se kalumës. Atë fund shtatori 98-ën nuk të harrej kur. Në atë ku isha 22 vjeçare. U batëm largu prej shtëpisë dhe u batëm vendos të dajt në Graz. E batëm liru shtëpinë e u batëm vendos ushtria shkrimtare. Dhe kështu që me 26 shtator u moni ofenziv në fshatin e Graz. Në atë rit u detyru me u largu pi familje. Dhe vendosëm në Gryp të Banjës, e cila unë e edhe si Gryp Ramadan. Të nesërmen, në 27 shtator, fatkeqësisht edhe ato në rrethuan forcat ushtarake apo policore. Dhe fillun e ndonë trit e familjes, burrat, dhe në ngarkuan nëpër kamiona. Dhe në çuan stacionin policior në Trenas. Ato duke nga zbrit pej kamionave, në mshështën, në kondokat automatë, shkelma, rushta, në shohin, në fynin, në në qëmanë, dhe në vesën për ushtrin, shirën të skutës. Dhe mas pak kohë fillun me najbon testin e durza parafines. Dhe diku ofër mes natës, marrë dhe një mua. Jam vi, e kam bon testin e durdat parafines, dhe ta shë duke me prit në koridor, jënë ku ato dhumat, cilët në marshin në pytje. A dhe në ku politë civil. U kone dhe në shqiptar që punoj ke me ta, e një eshin tonë. Pa dit, e ka posë rullin e përkëtysit. Duke prit në koridor ato, ka u anëshën policia në asetëshën. Dhe kanë orë 2 policë në uniforma, kanë po për kreve, kanë ngre zhag, dhe nuk kanë shtinë me një banjo atë, dhe ato ndodhi ma e keqja. Ma e keqja që mund të ndodhi në njerët. Se ato kur nuk kësha menu që ndodhi mua. Dhe një unë më dhënaj. Dhe duke u përgatitur dytë
përdhën, ka britmat e mia, ai shqiptori që u kon atë, i ka ro derës, u i mrana dhe më kanë zerë pjaturit. Edhe më kanë marrë, edhe më kanë shqita në zyrën, ku në marrë shëmpytje. Po mu, atë ditë nuk më kanë marrë në pytje ma. Po ata policë civil, filluan më kësnjë. Se kjo, shka të ndorë ty, nuk u të zë kur njët me tregu kërkuj. E kështu që, ai shqiptore që punoj ka të më përcjellë deri te dera e stacionit dhe shkova volëm ku e na konë në garazh të stacionit. Në nesmen e 28 shtatorit e këshin pas bon një listë ata dhe në therën me amna mbi emna, në hypën autobus e në përën burgën e Prishtinës. Edhe në burgën e Prishtinës ma maltretime mas njerëzore të mundshme. Burgën e Prishtinës kom nejt dikun 3 muj e gjysë, si jam i sakt me datë. Prej burgit e Prishtinës më kam transferu në burgin e Lipjanit. Po edhe ato maltretime që nuk mundet bja morë menja njeriut. Gjatë kohës bombardime, pa të nërë mjek edhe gardianët bashkë. Dhe në pa të në thonë, se kush dënë me dhonë gjak, të në mjedhon bukë ma shumë. Ka posë atë, i kanë dhonë. Po në kja kanë dhonë asë një ka shurë ma shumë. Dikun, fillim majtë, në kanë transferu në burgën e Dobravës. Atje përjetova masakrën. Një masakrë shumë të mërshme. Po, për mua në atë kohë, vdekja ishte poqë. Dhe kështu, që vendosë është, ma mirë me ikë për Kosovës. Krejt. E kështu që shkova në Malzi. Mora familjen dhe shkova atje. Po edhe atje, shumë më nga i ka gjua ty në Malazizë. E kështu që u këthy ma për në Kosovë. Por një notë e bosh me në intervjist ishte Vasilje Krasniqi. Cila për mu është heroj me dhërë. I marsha shumë lakë. Dhe isha që kjo pa full, pa që frimet. Dhe kështu, dhe ka morë e kam shkru në Messenger film. E di që gjatë seancave një halë i madh të cilën ti e ke ndjej është qysh me nda me familjen, qysh me i tregu bashkëshortës, qysh me i tregu fëmijëve, qysh që ata me arrit me në kuptu që unë kam vepru ashtu që kam vepru për shkak të një traumë të madhe në cilin e ballafaqu. Si erdhi momenti kur ti vendosë të ndash fillimisht me bashkëshortën këtë dhimbje? Po, ishte shumë vështirë. Por një natë, shku më dhomë për pije. Unë, si gjithmonë me probleme shëndetësore. E bashkëmur t'jam tha, dhe anë tha, ki dishka që unë këtë monen. Dhe atu se li vetëm, pa menu shumë, edhe i kam kalëzu bashkëshortës. A shumë kërë jam arrestu,
në stacionin e policisë në Remas. Më ka ndodhë që tje Shqipit të regova randë. Dhe aja heshti. E nisi me kojtë, në heshti ashtu atë në nuk bisedu më kërqa. Në jesis me nxes, po më thëtë, danë, luftë të ko. Dhe çdo një unë ka mujtë një dodhja. Po të risën e ke posë për krohin tem, e tash e të tjeti me posë atë ma shumë. Dan të je herojon i gjallë, edhe sinqerisht çmojmë për krejt guximin që ke arrit, mas gjithë atyre vujtjeve, në arrit këtu edhe me ndarë rafimin bashkë me gjithë këtë audiencë, po edhe me mira një që sot si janë prezent me ty. Në skenë dua të aftoj Vastin, Shyreten dhe Flutrën. Jo ka në shok shumë i mirë për mu, kemi rëfy bashkë, po që nga sënë, që do të jesh nevoj imi. Unë e përkullem para budimit tonë, që të është më në shoqëri se qena ma, përbëjës e meritën respektin e të gjithë neve. Faleminderit për budimin që ke, që nga sëtë, 14 prilli, nuk do të matë menë, si një ditë e vujtës për mua. Që nga sëtë, kjo dita të shëndrohet në guzim për të gjithë viktimat. Shumë faleminderit. Faleminderit për guximin. Shumë faleminderit. Për krahja e familjes për një ma ka vlerë shumë të madhe, edhe du me ju thonë tjerëve që nuk kanë folë ose nuk kanë pas dikon me bisedu që kur nuk jeni vetë. Gjithmonë është dikosh që ka me ja majt krahën, nështë ta babi sot ja u ka dhoni një shtynie me kuptu që nuk jem veç fjallë, po është të vërdet kjo punë. Faleminderit shumë të të. Që sot e ke bo me gjithë këtë audiencë e respektuar. Faleminderit për një herë, faleminderit Flutra, faleminderit Vastin, faleminderit Shyreten. Ja.